A dalmi tek një teme e ndjeshme domethënë tek martesa, se shpeshherë një kritiku jo hoxhallar, domethënë edhe feja shpeshherë kritikohet, a lejohet me marr 2 grava, 5 grava. Por para se me trajtu temën, kisha dosh me thirrë edhe avokatin, që është edhe me ki emisionin tim, është edhe avokati imi personal, që gjithmonë sa herë ftojmë na ai vjen, gjen ku edhe me ardh. Është Gjevdet Smaki që mi presim me dorë të rrugës. Hajde avokat. Në mi se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Afro pak ma kojshi, avokat. Se diqysh të kena lonë si në qësh. Ja avokata, da? Se mas i mini me drejtësi, keni qenë me nejtë drejt pak. Faleminderit shumë që erdhe. Mirë se gjetëm, avokata gjithë qendër janë. E vërdet, qendër përmendjes, a kështu? Të vendimeve. Shpesherë, dhe më thonë, po i akuzojnë o gjëllarët edhe po i akuzojnë fejen që në ma lejohet me morë që kene mingjës, lejohet me morë 2 gra, me pas 3 gra. Si është me përcaktune me ligjë, avokat? Andalohet bigamia? Po, është kjo rrethon, apo kjo detyrë jetësore e qytetarëve të Republikës Kosovës, është rregulluar edhe me Kodin Penal të Republikës Kosovës, pra është ndaluar me martesa me në lidhje të gjenisë së gjakut, është ndaluar me të mitur, mandje martesa e 2 fisht, pra me zyrtare që bëhet në ofiçaritë e komunave tona, është ndaluar se edhe është vepër penale që quhet bigamia dhe është sankcionuar deri në 3 vjet burgim. Bele, në gjatë karrierës jo shumë gjatë si avokat, e kom pas një rast të tillë ku një person ka bërë 2 certifikata të martesës. Ka hungur burg? Për grua 2? Kam sugjeruar që ta shpallë pavlefshme njërin, po është jashtë jeton. Ka kështu me burgit, a? Nuk lejohet, pra, sepse është mashtrim dhe falsifikimi të vërtetës, pra paraqitje e rremb dhe nuk lejohet, por mund të ketë rastet e tilla. Ndërsa sa i përket çështjeve tjera, korniza ligjore e Kosovës është e ndërtuar. Tradhtia për shembull? Po vepër penale me trahtu njërin? Jo, në nenin 69 të ligjit për familjen është përcaktuar që është detyrim përveç jetës së përbashkët faktike, që është qëllimi kryesor i martesës, atje thuhet se besnikëria është kusht dhe në qoftë se thehet besnikëria bashkëshortore është kusht për shkruar zemër, pra përveç rrethonave tjera. Domethënë tradhtia vepër penale, a? Jeta pa dërueshme për shembull, ose tensionet apo si më thon mos. A është vepër penale tradhtia, avokat? Jo, vepër penale nuk është, por është e rregulluar si besnikëri. Pra një ndër detyrimet themelore të çiftit është që të jetë besnik ndaj njëri tjetrit dhe në thyrja besnikërisë, pra i bie tradhtia, është shkak për shkruajtjen, nuk është vepër penale. Nuk është vepër penale. Do të bëhet me procedurë kontestimore ose me marrëveshjen e, për shembull, unë kam kujdador. Domthonë ligji po thej ka po bën me pos dashnore, a? Ligji nuk e rregullon çështjet e dashurisë. Mirë po, në qoftë se ligji për Kodin Penal i Kosovës në nenin 248 ka paraqosur në qoftë se keni, si më thon, lidhje, keni bashkëjetuar më shumë se 2-3 javë me një femër apo me një mashkull dhe ka dhunë psikologjike apo fizike, aja trajtohet si dhunë e familje, me qenë se si jurist, unë e shoh të interpretueshme, por Kosova dhe organet tona po e zbatojnë edhe këtë rrethon, që në një farë mënyrë është rrethon e dashurisë. Pra, unë kur kam pas qenë punësuar në një pozitë drejtor me zyrën auditorit kombëtar, ma ka pas bërë një pyetje Aleksandr Olivier, diskutuam shumë se çdo çështje e rregullon ligji, më tha ka një çështje që s'rregullon ligji. Ishte këshilltar dhe kryeministit, thash mendoj që dashuria nuk e rregullon. Na, do të dijë bravo kopi. A besoni me se me son telefon pas ka një gjini po thirr dikush? Dalja. Jo vetë të bëj. A beson ju avokata, domethënë juristat, a besonin butën e xheme? Po tash përveç botës profesionale, kualifikimit që kemi si avokat, na në fundit jemi edhe njerëz, na nuk e kena kriju veten, na ka prodikuar. Po besoj kurse unë rrjedh për një familje muslimane, kam pas babgjyshin shumë fetar, bovën e kam fetar, vëllezërit, motrat. Si s'buguxon me këtyr ka hoxha. Jo, unë jam besimtar, por nuk e praktikoj në atë mënyrën që thotë këtë feja islami, agjeroj. Pa e di shë rukja? Me këtë familje, ja, nuk e di. Po vetë dhe uqë, se me vetë? Qka është rukja uqë, se u botim nacionale? Rukja është kërkim mbrojtje, ose shërim nga sehiret, ose psyshit, prekja nga bota e gjinëve demonve, ose smirzia, i cilat quhet hased. Këto janë 4 smundje, i cilat
nëpërmes rukjes, fjala rukje do të thonë është kërkimi mbrojtjes pi dikujt tjetër. Mbrojtje do të thonë rukja në një farë me koka Është avokat. mbrojtje, po. Se këta të mbrojnë. Po, Veç do të thonë kë mbron ai, mbrojtje. për shembull, me atë lexim u munduat Jo, të ne kemi mbrojt për ndikimit. në shumë polën kundërshtora, këtu në këtë rast nuk shihet apo. Kjo është e volë këtë shtore. Kjo është definicioni. More kjo të më dolë, kjo që drejtë të më dolë, më shkona i gjendë. Mos. Ja? Është e mushme, shqipe njeri nuk mundet të nësjerë me zbulu se është i prekt dhe nuk është i prekt. Me thonë, ne kemi thonë se testimi e tregon vetë. A është i prekt apo nuk është i prekt. Shumica e njerëzve të une që ka vinë, prezentojnë, për shumë bje një person tjetër, e be dikon. Edhe gjatë këndimit, a qetri alivaноsit. Se që ka më gjeti mu në këta, e për unë kjo është i smutë, e unë e u parë. Dhe shoferit janë gjetë. Po, edhe ndodhë për shembull ka pas raste Të më kënu mu i bja avokatit fekë. Po përrin për jashta, se të zonin e kom dëgju pitetet, më trubulloj ke lukë, si në vike dhe vjetë, thash, këto e në simptomet, që kitë bëme se irë. Po ta shte, Kjo është. kena dalëm shpjegime, sepse edhe psikologin e ngova pak sa mujta, drejtësia do të thonë bazohet në fakte, në atë që është e prekshme. Por, fajësia apo pa fajësia, pra kur të vinë të fajësia dhe pa fajësia, është element subjektiv. A ke dasht apo s'ke dasht me kry një vepër penale, tani është edhe psikologjik. A më s'ke pos në rast avokat? Pra, ka raste kur, a ke po të aksidenti për shembull, të aksidenti kur kush do më ndodh, po ka ndodh pasuja. A Po të vrasjet përgatitesh, ke urrejtje, ke xhelozi. A ka në rast për shembull kur keni dasht me gjetë, do të thonë shëre me sane të najtë në monru ke gjithë qështu. Së ne keni kry punën kështu me jam morë me në gjithëtorës. Ja, na si avokat, unë nuk i sugjeroj palet, për shembull, që unë përveç institucioneve që janë kompetente, nuk i sugjeroj në aspektin fetare, religjez, ato e në qeshte personale, s'kam kompetencë mi thonë shko të hoxha, apo shko të prifti, tjera. A janë të ndame, mirë po, jeta është, me thonë, është komplekse. Sa do që është institucionale, është juridike, është e regulume me norma, prapa është ona shpirtërore që spjegohet edhe në onën fetare religjioze, por edhe të psikologjisë. Për shembull, e ndëgjova psikologun, këta nuk e njohin ta zojmë bazën e themelit të religionet, po siç tha, shkenca do të s'ka shpirt. Në fakt është studio shpirtin. Avokat, edhe në pyetje para se më kalu tek hoxha më shpjegoi edhe kë në aspektin fetar martesat, çka i takon një burri nëse gruaja e tij të ndahet pa arsye? Edhe pse e kanë pasoninë për bashkët, për shembull, ajo gruaja do mundau. Ja, nuk ka arsye tim, në 40 dhe 41 ligjet për familjen, sonë gjithmonë me i referohem neneve, të cilat i kena në fuqi si Kosovë, Republika jone ka ndërtu këtë sistem, dhe atje thuhet që edhe bashkësi martesore, që është më e gjallë se 3 vjet,